إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës, ligjëratën e 10 nga seria e ligjëratave udhëzime jetike nga trashëgimia profetike të autorit Ahmed Es-Sejid. Ligjëratën e kaluar, të nderuar vëllezër dhe motra, kemi folur për bab fi tahammul al-fard mas'uliyya taklif tijah nafsihi, përgjegjësinë që ka individi për detyrimet fetare ndaj vetes së tij. Dhe kemi kemi përmend disa ajete dhe hadithe, ndër ato kemi përmend edhe ajetin ku Allahu subhanahu wa taala kur e obligoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të luftojnë në rrugt të Allahut, pastaj i tha la tukallaf illa nafsak. Pra ti je përgjegjës vetëm për veten tënde. Që do të thotë edhe pse lufta si luftë ka nevojë për organizim dhe kështu me radhë dhe çështje obligim kolektiv, mirë po nuk bie pra përgjegjësia e individit. Pra që do të thotë edhe pse edhe shumë kemi nevojë sot ta zbresim këtë ajet në jetën tonë, la tukallaf illa nafsak, nuk ke përgjegjësi vetëm pra ato për veten tënde, që do të thotë se nëse njeriu nuk e ka përkrahjen e duhur, nëse njeriu nuk e ka atë përkrahjen dhe nuk e ka atë ndihmesën e duhur në shoqëri, dhe kjo e bën që e fiton një lloj demotivimi që mos me vepru, Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet do me tregu se pa marr parasysh se a veprojnë të tjerët, pa marr parasysh a sakrifikojnë të tjerët, pa marr parasysh a kontribuojnë të tjerët, përgjegjësinë që e ka njeriu mbi veten e vet, kjo nuk bie. Është fakt se nëse njeriu rrethanat nuk janë pjek që të ndodhin ndryshime në shoqëri, njeriu nuk e ka obligim për me sjellë ndryshime, sepse nëse nuk i kanë arrit kushtet për ndryshime, mirë po edhe ana tjetër nuk i bin përgjegjësitë që i ka. Duke fillu nga vetja e vet, duke e fillu nga familja vet dhe pastaj duke u zgjënu tek rrethi i vet. Në asnjë gjendje ato përgjegjësi që i ka njeriu nuk i bin. Pa marr parasysh a do ta kesh përkrahjen e tjerëve apo jo. Kjo nuk do, me thënë, kjo është nuk është arsye, se shumë sot njerëzit arsyetohen nëse do me bëj një vepër, nëse e shef që nuk kontribon dikush, nuk vepron dikush dhe kështu me radhë, shejtani hyn në atë dhe thotë çka ka dobi edhe unë të punoj. Jo, të nderuar vëllezër dhe motra, la tukallaf illa nafsak wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, ku thotë Allahu çdo kush në ditë kiametit do të vinë vetmas. Do të thotë se ato përgjegjësi që i ke, pa tjetër duhesh t'i krysh dhe nuk duhet të jenë arsye vepra apo mos veprimi i njerëzve, mos veprimi i shoqërisë, mos veprimi i kontribuesve dhe kështu me radhë, nuk duhen të jenë arsye që njeriu mos me vepru dhe mos mi kry obligime që i ka. La tukallaf illa nafsak, ti je përgjegjës për punët e veta dhe nuk bën në asnjë mënyrë mos mi kry. Kjo ka qenë ajo shkurtesa që kemi folë ligjëratën e kaluar dhe kemi përmend ajete dhe hadithe për këtë çështje. Ndërsa sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të jetë vazhdimësia e ligjëratës së kaluar, ku do të flasim përgjegjësia mas'uliyatul ama tujah al-islam wal muslimin. Përgjegjësia e besimtarit ndaj islamit dhe muslimanëve. Ligjërata e kaluar ka qenë përgjegjësitë individuale që i ka njeriu. Ka disa obligime, qofshin ato obligime fetare, qofshin ato obligime familjare, obligime shoqërore dhe kështu me radhë.
mirë po janë ma shumë individuale. Në momentin që njeriu i kryen ato individualet dhe obligimet fetare, atëheran sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të shohim se janë edhe disa obligime tjera që i ka besimtari. Dhe sot të nderuar vëllezër dhe motra, shumë është duke u luftu dhe është duke u sulmu el ikhwan el imanie, që do të thotë ajo vëllazëria besimore. Pra mundohen njerëz mi nda në shtete, mi nda në grupacione dhe kështu me radhë. E vetmja arsye është që ti largojnë nga diçka ajo është pra ndihmimi që duhet mi dhanë besimtari për besimtarin. Dhe këto kufin që janë vu në vend muslimanëve dhe kështu me radhë, nuk janë vu vetëm që ta sulmojnë dhe t'i përçajnë musliman dhe pra atë vëllazërinë besimore që e kanë, ta sulmojnë sepse dihet se nëse besimtarët janë të bashkuar, atëheran janë të fortë. Për atë Allahu subhanahu wa taala tha: "Wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Pra mos u përçani, tanazau fatafshalu, do të dështoni, wa tadhhaba rihukum, dhe do t'ju ik fuqia. Allahu subhanahu wa taala kur flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ato që ban hijret në Medinë, çka thot innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ata të cilët thot besuan, migruan, luftuan në rrugt të Allahut me pasurinë dhe vetet e tyre fi sabilillah, në rrugt të Allahut, wal ladhina awu wa nasaru, dhe ata të cilët pra ndihmuan dhe i strahuan. Pra ulaike ba'duhum awliya'u ba'd, ata janë miq të njëri tjetrit, walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay. Pra mirë po ata të cilët kanë besuar, mirë po nuk kanë bërë migrim, thot ti nuk ke përgjegjësi ndaj ata, hatta yuhajiru, derisa të bëjnë migrim, wa instansarukum fi ddini fa alaykumun nasr. Mirë po nëse ato kërkojnë ndihmë nga ti, thot ti e ke obligim që ti ndihmosh. Të nderuar vëllezër dhe motra, pra në këtë ligjërat do të flasim për dy lloj ndihmimesh. Ndihmimin që ka besimtari ndaj besimtarit të ndihmoj pa marrë parasysh mundësinë që e ka, qoftë fizikisht, qoftë financiarisht, qoftë mundësinë që e ka, ajo mundësi nuk i bie. Nëse ka mundësi që të ndihmoj fizikisht, e ka obligim që të ndihmoj fizikisht. Nëse ka mundësi të ndihmoj financiarisht, e ka obligim që të ndihmoj financiarisht dhe kështu me radhë. Dhe është interesant të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa taala, nëse marrim Kur'anin, e shohim në shumë ajete, Allahu subhanahu wa taala kur flet për dhënien në rrugt të Allahut thot: "Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu." Anfiqu, tunfiqun, yunfiqun, anfaqu. Pra ka ardhur në forma të ndryshme, jepni, ata që japin, kanë japur, do të thonë në forma të ndryshme. Kjo tregon për rëndësinë që ka të japurit, pra dhe kontributi dhe ndihmimi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, pra i besimtarëve në mënyrë financiare apo në mënyrë pra fizikisht dhe kështu me radhë, varësisht çfarë mundësie ka. Pra e para, ky ajet pra na tregon flet për 3 kategori të njerëzve. E para, Allahu subhanahu wa taala, kategoria e parë janë muhaxhirët, ata që emigruan nga Mekka në Medinë. Hajaru wa jahadu bi amwalihim. Kategoria e dytë të nderuar vëllezër janë ensarët, ata që i pritën muhaxhirët. Walladhina awu wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ata të cilët thot pra i pritën dhe i strahuan. Pra kemi në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala thot besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Mirë po në këtë ajet nuk tha besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit, mirë po e lidhi me ndihmim dhe strehim, pra i parapriu ndihmimi dhe strehimi, pastaj tha janë miq të njëri tjetrit. Pra alladhina fi sabilillah walladhina awu wa nasaru, ata të cilët ndihmuan, i strehuan, ulaike ba'duhum awliya'u ba'd, ata janë miq të njëri tjetrit. Pra kjo tregon që duhet pra dhe obligueshmëria që ka strehimi dhe ndihmimi i besimtarëve. Pastaj kategoria 3, cilat janë, thot Allahu subhanahu wa taala, walladhina amanu, ata të cilët besuan, wa lam yuhajiru. Mirë po, ato thot të cilët nuk ban migrim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ma lakum min walayatihim min shay. Ti nuk e ke obligim ndaj tyre, sepse të nderuar vëllezër dhe motra,
Në kohë të pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur u obligu hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u obligu të gjithëve atyre që besuan në Mekë, sepse nuk patën mundësi ta shfaqin fen, dhe momentin që nuk në atë vend ku nuk ka mundësi të shfaqet feja, në atë vend, pra nga ai vend obligohet pra edhe hijreti. Mirë po, një grup, siç e dim historikisht, migroi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, grupi tjetër nuk u përgjigj, pra nuk migroi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Besuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të vërtet, Allahun subhanahu wa taala, dhe kështu me radhë besuan Allahu e pohan besimin e tyre, mirë po walem yuhajiru, mirë po nuk migruan. Atëherë çka thot Allahu subhanahu wa taala, edhe pse ban një gabim, një mëkat të madh që nuk u përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hijret, pra për në Medinë, mirë po thot wa in stansarukum fi dini fa alaykumun nasr. Nëse thot ata thot ju kërkojnë thot juve ndihmë në fenë e tyre, thot ju thot e keni obligim t'i ndihmoni. Pra gabimi që e kanë bërë këta është pra një anë, mirë po nëse pra besimtari kërkan ndihmë nga besimtari, besimtari e ka obligim që t'i ndihmoj. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, nga këto ajete i kuptojmë se Islami nuk ka vetëm çështje teorike, mirë po është çështje edhe praktike. Jo rastisht dietarët thonë sahabë të cilët janë varros jashtë Medines është numër shumë më i madh se sa ato që janë varros në Medinë. Arsyeja është se ato e ndinë një përgjegjësi që ajo është përgjegjësia të ndihmuarit pra besimtarve, dhe do të vinë pra në dy forma, ose ndihmimi fizikisht dhe financiarisht, ose ndihmimi duke i thirrë në të mirë dhe të ndaluar nga keqja. Pra këto janë dy lloj ndihmesash që e kemi obligim të ndihmojmë besimtarve, ose duke ndihmu ato në mënyrë fizike apo financiare, ose duke i thirrë në të mirë dhe duke i ndalu nga e keqja. Pra kjo është kategoria e parë e ndihmimit. Ndihmim pra në mënyrë që nëse besimtari, aleikum selam, nëse besimtari kërkon ndihmë nga besimtari, pra është ajo el qasim el mushtarak, është pra ajo gjaja që i bashkan, pra është besimi, është akidja, dhe kjo është çështje thelbësore e besimit. Pra nuk duhet me met besimi vetëm çështje teorike, me thanë ne nuk merremi me këto gjëra, mirë po thjesht na mësojmë besimin në çështje teorike. Jo, kjo besim që e mëson, kjo akide që njeriu e mëson, duhet patjetër të reflektojnë edhe në praktik dhe ti ndihmojmë besimtarve, sidomos kur kemi mundësi dhe ato kërkojnë ndihmën tonë. Pra është obligim duke u nis nga ky ajet wa in istansarukum fi dini fa alaykumun nasr. Nëse ato kërkojnë ndihmë nga ju thot e keni obligim që të ndihmoni. Kjo është pra metoda e parë që ka besimtari obligim ndaj besimtarit. Metoda e dytë, të nderuar vëllezër dhe motra, që kemi obligim ndaj besimtarve është duke i thirrë në të mirë dhe duke i ndalu nga e keqja. Thot Allahu subhanahu wa taala kur flet për Beni Israilët dhe i kritikon për arsyeve që i kritikon Beni Israilët, çka është? Thot kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ato thot nuk e ndalonin njëri tjetrin në vepra të këqija, la bi'sa ma kanu yaf'alun, sa të shëmtuara ishin veprat që bënin. Pastaj këtu i kritikon Beni Israilët, ajet tjetër i lavdëron umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si rezultat i thot kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, ishit umeti më i mirë që e nxorën njerëzimin nga errësira, ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni në të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, ndaloni nga keqja, wa tu'minuna billah, thot dhe besoni në Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, është interesant se kur themi se Kurani është mrekulli, do të thotë se njeriu duhet mu nal çdo ajet dhe mi nxjerr ato dobit dhe ato margaritart e vet.
Dietarët tek ajeti I parë kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun e nxjerrin se edhe mos veprimi në Islam është vepër. Se Allahu thot nuk janë ndalu nga veprat e këqija, nuk e kanë ndalu njëri tjetrin nga veprat e këqija sa vepër të keqe kanë bë. Mos ndalimi I dikujt nga vepra e keqe është vepër e shëmtuar. Pra, kenu la yatanahun. Ata thot nuk e kanë ndalu njëri tjetrin nga veprat e këqija sa vepër të keqe kanë vepru. Cilën vepër të keqe kanë vepru? Vetë fakti nëse ty të kërkohet ta veprosh një vepër dhe ti nuk e bën atë vepër, edhe mos veprimi I asaj vepre është vepër e keqe. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk të merr në llogari nëse ta ka lënë një obligim mi bë nuk e ke kry. Mirë po do të merr në llogari edhe nëse I shkërkon nga ti ta largosh një të keqe dhe nuk e ke largu. Le bi'sa ma kanu yaf'alun. Sa vepër të keqe kanë vepruar ato. Ato fakt nuk kanë vepruar vepra të këqija. Thjesht nuk I kanë ndalu njëri tjetrin nga të vepruarit keq. Për një dietarët thonë edhe e terk, pra lënia në Islam është vepër. Pastaj vjen paralele me të dhe lavdrohet umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çka lavdrohet, thot kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ishit pra populli më I mirë, urdhëronit në të mirë, ndalonit nga keqja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dhe besuat në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu argument tjetër të nderuar vëllezër dhe motra që na jep ta kuptojmë përgjegjësinë që ka besimtari ndaj Islamit dhe muslimanëve si shoqëri në mënyrë kolektive dhe kështu me radhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Mathalul qa'imi ala hududillah", shembulli atij thot që shndron thot në kufijt dhe pra në dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, dhe shembulli atij që I shkel kufijt e Allahut subhanahu wa taala, edhe e ka pru shembullin e një anije dhe dy grupeve të njerëzve. Një grup thot është poshtë, një grup thot është nalt. Thot ky grupi poshtë thot kur do me marr ujë, ngjitet thot lart tek ato nalt me marr ujë. Dhe I shqetësojnë ata, dhe këto I ndalojnë që të marrin ujë. Atëherë këto thonë që sa mas mi shqetësu këto nalt dhe mas mi pengu dhe kështu me radhë, atëherë thot ne thot po hapim poshtë thot në katin e parë të anijes, thot për me nxjerr ujë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Fa inna thot nëse thot e kishin çel fi asfaliha, thot fa in akhadhu ala aydihim famana'uhum naju. Nëse thot I nalin edhe I kapin për dorë thot dhe I ndalojnë që të veprojnë një vepër të tillë, ta marrin ujin, ta hapin anijen, naju jamian. Thot kishin shpëtuar të gjithë, wa in tarakuhum ghuriqu jamian. Mirë po nëse I lajnë thot që të nxjerrin ujin nga anija thot ishin fundos të gjithë. Pra të nderuar vëllezër, thonë dietarët te ky hadith përmbledh në mënyrë të fuqishme përgjegjësinë kolektive në Islam. Njerëzit në anije thonë dietarët përfaqësojnë shoqërinë, ata që janë sipër janë ato që kanë mundësi, dije dhe ndikim, ndërsa ato poshtë janë ato që nga padija ose neglizhenca mund të bëjnë dëm. Kur disa vendosin të shkelin kufijin të Allahut duke thënë kjo është puna jonë, Islami nuk e pranon këtë arsyetim sepse pasoja nuk është individuale, por kolektive. Nëse e keqja lihet pa u ndaluar, ajo fundos të gjithë. Pra nga ky hadith e kupton të nderuar vëllezër se obligueshmëria e urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja, kjo është çështje pra kolektive e çdo kujt që ka mundësi dhe kjo është varësisht mundësive që ka. Për një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush e shef një të keqe dhe një vepër të shëmtuar nga ju, minkum nga prej do të thonë këtu hyn secili nga ne të shëmtuar, falyughayyir bi yadihi, le ta ndryshoj me dorën e vet. Pastaj nëse s'ka mundësi, le ta ndryshoj me gjuhën e vet. Nëse s'ka mundësi, atëherë le ta ndryshoj me zemrën e vet, wa dhalika adhaful iman, dhe kjo është, si më thon, ajo imani më I dobët. Pra, ndryshimi dhe urrejtja e të keqes me zemër, kjo në këtë gjë nuk arsyetohet askush. Të gjithë duhen ta urrejnë mëkatin me zemër. Mirë po tek ndryshimi me dorë dhe me gojë, atëherë kjo është varësisht prej mundësisë. Nëse ka mundësi një njeri ta ndryshojë me dorë, e ka obligim.
Nëse s'ka mundësi me dorë, atëherën kalon me gojë. Nëse s'ka me gojë, atëherën kalon me zemër dhe nuk ka arsye që të mos urrehet mëkati dhe gabimi me zemër. Allahu subhanahu wa ta'ala, të nderuar vëllezër, e nderoi birin e Ademit kur tha walaqad karramna bani Adam. Thot ne e nderuam birin e Ademit wa hamalnahum fil barri wal bahr. Thot dhe e kemi bartur atë në tokë dhe në det, wa razaqnahum min at-tayyibat, i kemi furnizuar me gjëra të mira dhe i kemi bërë ato më të vlefshëm se shumë nga ato që i kemi krijuar. Allahu subhanahu wa ta'ala si e nderoi birin e Ademit, e nderoi në shumë mënyra. Mirë pro prej nderimeve kryesore që i bëri birit Ademit, mu dhe ty dhe të gjithë njerëzimit, është që i dërgoi pejgamber dhe i zbriti libra dhe i zbriti ligjin hynor që ta ruan dhe ta mbrojnë atë nga çdo gjë që e dëmton. Pra sheriati të nderuar vëllezër, hynoria, Islami dhe kështu me radhë erdhi që ta mbrojë njeriu, ta ruaj njeriu 5 gjëra themelore. T'ja ruaj fen, t'ja ruaj jetën, t'ja ruaj pasurinë, t'ja ruaj nderin dhe t'ja ruaj familjen. Këto 5 gjëra Islami ka ardhur që t'i ruaj. Çdo gjë që i cenon këto 5 gjëra ndalohen. Për shembull, nëse marrim alkoolin, drogën dhe kështu me radhë, këto pra e cenojnë pra jetën, e cenojnë pasurinë dhe kështu me radhë, thot për këtë edhe i ka ndalu Islami. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e diti se në brendësinë e njeriut ka elemente justifikimit dhe njeriu mund të arsyetohet dhe të justifikohet kur i bën mëkat Allahut, për një të tha wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Thot ne nuk do të dënojmë askënd deri sa t'i dërgojmë pejgamber. Pra, t'ia ngrisim argumentin. Që do të thot, të nderuar vëllezër, se me dërgimin e pejgamberëve, me zbritjen e librave dhe kështu me radhë, në një farë mënyre ish ngrit argumenti mbi njerëzimin. Wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, pra Allahu nuk dënon askënd vetëm pasi t'ia tregoj rrugën e drejtë, dhe Allahu nuk e krijoi zjarrin dhe nuk krijoi tek njeriu mundësinë e të gabuarit, vetëm se ka krijuar në brendësinë e njeriu një element që ta jep ta kuptoj njeriu se kjo vepër është ndaluar dhe urruar tek Allahu. Kjo varësisht sa njeriu e ka të të shëndosh natyrshmërinë. Sa më shumë që e ka njeriu të shëndosh natyrshmërinë dhe të pastër, e din se kur i bën Allahut mëkat, kjo vepër është e keqe. Sepse siç thot Allahu në një hadith kutsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë krijova njerëzit pra të drejtë, në rrugë të drejtë, në natyrshmëri të pastër, fashtalet humu shayatin. Pastaj shejtani thot erdhi dhe ja prishi natyrshmërinë, duke ja bë të ndaluarën të lejuar, të ndaluar. Dhe kjo shohim të nderuar vëllezër se njeriu sa më fëmia, sa më i pastër që e ka natyrshmërinë, aq më pak, domethënë është i ekspozuar që të bëj keq dhe sherr. Sa më shumë që njeriu rritet dhe i prishet natyrshmëria dhe rrethanat, shoqëria keqe, faktorë të brendshëm të jashtëm, sa më shumë që i ka këto të nderuar vëllezër, pra e bajnë që kjo gjë, domethënë ti bajnë Allahut subhanahu ta'ala mëkat dhe mos ta njoh të mirën si të mirë dhe të keqen si të keqen. Me rëndësi, Allahu subhanahu ta'ala e ngriti argumentin mbi njerëzimin duke e pa se njerëzit janë si brendësi kanë çift që të arsyetohen. Të rrallë janë ato që e pranojnë gabimin. Nëse gabon me thënë kam gabu dhe me kërku pra falje dhe kështu me radhë. Ka shumë prej tyre mundohen të arsyetohen dhe kështu me radhë. Allahu subhanahu wa ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rasul. Që mos të ketë pastaj njerëzit thonë argument, pra mos të mundohen që të justifikohen. Atëherë kur Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti libra, dërgoi pejgamber dhe kështu me radhë, atëherën i obligoi këto pejgamber dhe ato që vinë pas tyre që t'i urdhërojnë njerëzit në të mirë dhe t'i ndalojnë nga e keqja. Kur njerëzit urdhërohen në të mirë dhe ndalohen nga e keqja, mirë po ato nuk i përgjigjen pejgamberve dhe nuk i përgjigjen njerëzve që thrasin në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, atëherën këto, për shembull, kjo kategori njerëzish
vetëm se e ka justifiku zbritjen e dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse marrim rastin e Lutit alayhis salam, çka thot Allahu? Kur flet për Lutin alayhis salam, të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu nuk e ka dënu popullin e Lutit dhe popujt tjerë, pra të gjithë njerëzit, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi të bëjnë gabime. Pra mëkate spontane, bën njeriu gabim, pendohet dhe kështu me radhë. Mirë po, ku është problemi? Problemi është që mëkati të bëhet pjesë e shoqërisë. Mëkati të bëhet pjesë e identitetit të njeriut. Momentin që një popull të identifikohet me një mëkat të caktuar, atëherën pra Allahu subhanahu wa taala, pra si më thanë, ky popull i ka plotsu kushtet për zbritjen e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Çka thot Allahu për atë? Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Thot, dhe në tubimet tuaja, thot, bëni punët më të ndyra. Pra, kur flet për popullin e Lutit alayhis salam, thot, ju thot, këto mëkate që i bani haptas dhe sheshas. Pra, jo se vetëm i keni bërë këto mëkate në mënyrë spontane. Jo, këto mëkate ju thot i bani në publik. Pra, ju thot keni fillu, thot, mu identifiku me këto mëkate. Dhe Luti alayhis salam, si pejgamber, ju thiri që ju thot të largoheni nga këto mëkate, dhe këto mëkate janë vepra të shëmtuara, thot, ata i than Lutit alayhis salam, pra ne thot kemi afat, pra kur flet për këta dhe me thanë thjesht nuk u përgjegjën thirrjes së Nuhit alayhi salam. Për atë nderuar vëllezër dhe motra, ajo ajka që do ta përcjell nga kjo ligjërat me titullin pra obligimet që i ka besimtari ndaj Islamit dhe muslimanëve, e para si thash është e kemi obligim dhe e kemi në aspektin si më thanë që nuk bie ajo përgjegjësia që e kemi që t'i ndihmojmë vëllezërit tanë dhe është pjesë e besimit. Nuk është çështje pra teorike, nuk ka të bëjë çështje këtu me mënyra të ndryshme dhe etiketime të ndryshme, nëse sot pra thirrës që të ndihmojnë disa vëllezër të thotë që ata janë në vend tjetër, ne kemi obligim për vendin tonë dhe kështu me radhë. Këto thirrje nuk janë pra nuk kanë të bëjë me Islam. Islami të nderuar vëllezër ka disa obligime që janë mbi atë që thirrje, dhe me thanë ato thirrje të kombit, nacionalitetit dhe kështu me radhë. Vëllazëria islame është mbi çdo pra vëllazëri tjetër. Njerë vjen u instansarukum fi din fa aleikum an-nasr, nëse pra të kërkojnë ty ndihmë, e ke obligim që të ndihmosh, kjo është e para, në aspektin që të ndihmosh në aspektin fetar. Pastaj vijnë edhe ato obligime tjera, shkak i vendit, shoqërisë dhe kështu me radhë. Mirë po, obligueshmëria e parë është obligueshmëria e fesë. Kjo është e para. E dyta, çka ka të bëjë me titullin që është obligueshmëria e njeriut ndaj fesë dhe muslimanëve, është që thirrja në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. I than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, efe nuhliku wa fina salihun, qala nam idha kathura al-khabath. Sahabt nuk e kishin të qartë që ka mundësi njeriu me zbrit dënimi Allahu subhanahu wa taala dhe duke pas njerëz të mirë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, po, nëse shtohet e keqja. Pra ka mundësi pra që të zbres dënimi Allahu subhanahu wa taala në një mes, edhe nëse pra ka njerëz të mirë. Arsye e vetme, apo ndër arsyet e vetme të nderuar vëllezër dhe motra, që është një garancë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mos zbritjes dënimit të Allahut subhanahu wa taala, është thirrja në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, pasha atë thot shpirti im i cili është në dorën e tij, la ta'muruna bil ma'ruf, do të thini, pra do të urdhëroni në të mirë, wa la tanhauna 'anil munkar, dhe do të ndaloni nga e keqja, aw la yushikanna Allah, apo Allahu subhanahu wa taala është gati që të zbrez dënim aleikum iqaban minhu, dënim nga ai,
thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, atëherë të luteni pra dhe mos t'ju përgjigjet. Pra, të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon obligueshmërinë që e ka çdo besimtar. Kja, kur themi obligueshmërinë, që çdo herë duhet ta kuptojmë se kjo është varësisht, kjo është relative dhe varësisht prej mundësisë që ka njeriu. Mirë, po siç themi, duhet ta kuptojmë se nuk bie përgjegjësia e njeriu dhe kontributi në këtë rrugë dhe thirrja dhe urdhërimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja nga ai përveç pra në atë mundësi që ka. Duke nxjerr pra nga këto ajete që i tham dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu." Allahu thot e mori premtimin, kujtoj thot o Muhammed, kur Allahu mori premtimin nga ato që është dhanë libri para teje, la tubayyinunahu lin-nasi. Do t'ja bani të qartëve, do t'ja shpjegoni njerëzve të vërtetën, wala taktumunahu, dhe nuk do ta mshifni, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mirë, po çka bën ata? Thot ata e hodhën pas shpine premtimin, këtë të vërtet që e kanë marrë dhe e ndërruan, washtaru bihi thamanan qalila, dhe ndërruan me diçka shumë të vogël të kësaj bote, fa bi'sa ma yashtarun, dhe sa të keqe thot sa gjatë të keqe kanë vepruar. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë umetit të tij, i thot kujtoje o Muhammed, thot ti, kur ato thot e morën premtimin atyre që është dhanë libri, pra për Beni Israilit. Çfarë premtimit kanë marrë ato? La tubayyinunahu lin-nasi. Do t'ja të bani të qartë njerëzve çështjet e fesë. Dhe këtu hyn pra urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Mirë po, ato nuk e çun këtë porosin vend. Kjo mesazh i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të vet, mos u bani si ata që ata e morën, e pranuan këtë premtim, që do t'ja bëm njerëzve të qartë premtimin, do t'ja bëm njerëzve të qartë rrugën e drejtë, do t'ja bëm njerëzve të qartë pra rrugën e cila të çon për tek kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, do t'ja bën njerëzve të qartë rrugën e xhenetit dhe rrugën e xhenemit dhe kështu me radhë, to e morën si premtim. Le tubayyinunahu lin-nas, do t'ja bëm të qartë. Fanabadhuhu wara'a dhuhum. Mirë, po këtë libër, këtë premtim e hodhën mas shpine për interesa të vogla të kësaj bote, fa bi'sa ma kanu yashtarun. Sa vepër të keqe thot kanë vepruar këta. Pra të nderuar vëllezër, edhe hadithi siç e përmenda më herët, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, kush shef një vepër të keqe falyughayyir bi yadihi, le ta ndrojnë pra me dorë, me gojë dhe me zemër, dhalika dhaful iman. Të gjithë këto ajete, pastaj dhe hadithe tregojnë se besimtari pra ka obligime ndaj besimtarit dhe ka obligime ndaj islamit. Këto obligime arrihen të nderuar vëllezër në dy mënyra. E para, pra do ta përmbledhë këtë ligjërat, që mos la ushatit al-adhan, pra që mos dekoncentrimi, si arrihet obligueshmëria, pra e kryerja e obligueshmërisë së muslimanëve ndaj islamit dhe muslimanëve me dy pika. E para, tek ajeti ku thot Allahu subhanahu wa taala kur flet për muhaxhirët, ensarët dhe ato të cilët besuan dhe nuk ban hijret, janë tre kategori njerëzish. Allahu subhanahu wa taala thot për këto, thot që muhaxhirët kanë shkuar me pejgamberin, ensarët alladhina awu wa nasaru, ata i kanë strehu dhe i kanë ndihmu. Mirë po ato të cilët nuk kanë bërë hijret, edhe ato wa instansarukum fi din fa alaykumun nasr. Nëse ato ju kërkojnë thot ju vendim, e keni obligim që ti ndihmoni. Kjo është ndihmimi në aspektin fizik, në aspektin material dhe kështu me radhë. Kjo është obligueshmëria e parë që ka besimtari ndaj besimtarit dhe ndaj fesë islamit, që ose kërkojnë ndihmë si rezultat i besimit dhe islamit. E dyta të nderuar vëllezër, ndodhen ndihmimi duke thirrë në të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja. Dhe kjo është varësisht prej mundësisë që ka çdo njeri nga ne. Siç kemi thënë ligjëratën e kaluar, tek aspekti i obligimeve individuale, janë obligime që la tukellef illa nafsak, nuk je obligim vetëm atë që ke mundësi.
Ndërsa në aspektin kundrejt besimtarëve dhe islamit, po ashtu duke e nxjerrë nga ky hadith kush ka mundësi le ta ndroj me dorë, le ta ndroj me gjuhë dhe me zemër, kjo të nderuar vëllezër, nga ky hadith kuptohet dhe nxirret po ashtu mundësia. Pra, na jep të kuptojmë se varësisht prej mundësisë që ka njeriu, ashtu duhet edhe me vepru. Nëse një njeri kur thret në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, nëse ka mundësi që të ndryshojë me dorë, kjo nuk bie në një shkallë më të vogël me gjuhë. Qose s'ka me dorë, atje bie një shkallë të vogël me gjuhë dhe kështu me radhë. Hadithin që e përmendën të nderuar vëllezër, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembullin e atyre në anije, thot, nëse thot, ata thot, çka thot? Fa in akhadhu ala aydihim famana'uhum naju. Nëse i kapin thot për dorë dhe i ndalojnë, thot shpëtojnë. Mirë, po nëse i lejojnë, thot, ato thot do të fundosen, ato dhe ato tjerë. Që do të thot të nderuar vëllezër nga ky hadith që njeriu nëse ka mundësi që ta ndalojë të keqen me dorë, e ka obligim fetar ta ndalojë të keqen me dorë. Duke u nxjerrë nga ky hadith. Mirë, po nëse nuk ka mundësi ta ndalojë të keqen me dorë dhe keqja me dorë mund të shkaktojë më shumë dëm se sa dobi, atëherë bie te çështja me gojë, duke u nxjerrë nga ky hadith tjetër. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, ajo që dua të them është se janë disa përgjegjësi, qofshin ato individuale, qofshin ato përgjegjësi kolektive dhe shoqërore, e kemi obligim që dhe kjo duhet, pra dhe kjo është një prej koncepteve që ka ardhur Islami të nderuar vëllezër, është se besimi apo akidia nuk është vetëm në çështje teorike, pra ka të bëj edhe me çështje praktike. Atë besim, kur e lexojmë ajetet, jo o të cilët keni besuar, jepni. Allahu kur flet për shpërblimin atyre që japin, atyre që kanë dhënë dhe kështu me radhë, gjithë këto gjëra të nderuar vëllezër dhe motra, këto duhet të reflektojnë mbi vetët tona dhe këto ta shtim në praktik dhe të kontribuojmë varësisht mundësive që kemi dhe këtë ta ringjallim në mesin ton dhe siç thash sot për fat keq shumë luftohet kjo dhe godetet kjo, siç thash el ikhwa al imanie, kjo vëllazëria besimore. Mundohen me nda njerëzit në vende, në shtete, në grupacione dhe kështu me radhë. E gjithë kjo të nderuar vëllezër është për një arsye që mos të reaktivizohet ajo kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Ishit një ummet më i mirë. Ummeti më i mirë të nderuar vëllezër arrihet vetëm në këtë mënyrë, pra duke u ngrit mbi çdo grupacion, mbi çdo thirrje, mbi çdo dhe me qenë dhe me thanë thirrja e vetëm pra huwa sammakumul muslimin. Ai thot ju quajti dhe ju emërtoi juve musliman. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.